Faleminderit nga zemra që vazhdoni të na ndiqni çdo ditë dhe jeni pjesë e këtij komuniteti që rritet me energji pozitive. Mbështetja juaj është gjithmonë arsyeja që ne vijojmë me përkushtim këtë rrugtim. Nëse ju pëlqen përmbajtja jonë, mos harroni të bëni like, share dhe të abonoheni në kanalin tonë në YouTube që të qëndroni të përditësuar me horoskopin dhe surprizat tona. Ky është horoskopi i ditës së premte, datë 27 mars 2026. Dashi e nis këtë të premte me një ndjesi të fortë lëvizjeje dhe dëshirë për të dalë nga rutina. Ke një energji që të shtyn të ndërmarrësh iniciativa të reja, sidomos në planin profesional ku shfaqet një mundësi të provosh diçka ndryshe nga ajo që bën zakonisht. Financat kërkojnë një qasje të matur, pasi edhe pse mund të ndiheni të sigurt, ka shpenzime të paplanifikuara që po të grumbullohen pa e kuptuar. Në marrëdhënie çiftet ndjejnë nevojën për më shumë spontanitet. Një ndryshim i vogël në rutinë, si një dalje e papritur, mund të sjellë më shumë freski. Beqarët kanë shanse të takojnë dikë përmes një aktiviteti dinamik, sportiv ose social. Në aspektin e shëndetit, energjia fizike është e lartë, por duhet të shmangni te kalimin e limiteve, sidomos nëse bëni aktivitet fizik intensiv. Kujdes me ushqimet e shpejta dhe ato pikante dhe hidratohuni gjatë ditës. Këshilla është të mos merrni vendime të menjëhershme në momente emocionale, por të reflektoni. Demi e përjeton këtë ditë me një nevojë të thellë për stabilitet dhe qetësi, duke kërkuar të mbajë gjithçka nën kontroll. Në planin financiar është momenti i mirë për të bërë një rishikim të buxhetit dhe të planifikoni më mirë ditët në vijim. Një zgjedhje e zgjuar sot mund të sjellë një përfitime afatgjata. Në punë ndiheni pak të ngarkuar nga detajet, por aftësia juaj për të qenë i durueshëm dhe i përpik do t'ju ndihmojë të përballoni çdo sfidë. Në marrëdhënie, çiftet mund të përfitojnë nga një atmosferë më e ngrohtë, ndërsa beqarët mund të tërhiqen nga dikush që ju jep siguri, jo aventura kalimtare. Në shëndet është e rëndësishme të kujdeseni për trupin përmes ushqimit të balancuar dhe një rutine të rregullt. Shmangni ngrënien e tepërt në orët e vona dhe përpiquni të flini mjaftueshëm. Një aktivitet i qetë si shëtitje në natyrë do t'ju ndihmojë të mbani balancën. Sot ju bën mirë të mos nxitoheni në marrjen e vendimeve dhe të ndiqni ritmin tuaj natyror dhe intuitën. Binjakët përballen me një ditë të mbushur me komunikim dhe lëvizje, ku çdo moment mund të sjellë një informacion të ri apo një mundësi interesante. Në planin financiar duhet të tregojeni të kujdesshëm me shpenzimet impulsive, sidomos ato që lidhen me teknologjinë dhe argëtimin. Në punë, aftësia juaj për të komunikuar qartë dhe për t'i përshtatur idetë sipas situatës ju jep një avantazh të dukshëm. Në marrëdhënie, çiftet përfitojnë nga një bisedë e hapur për çështjet që kanë lënë pezull, ndërsa beqarët kanë një energji flirtuese që i bën tërheqës në sytë të tjerëve. Një njohje e re mund të lindë përmes një bisede të thjeshtë që zhvillohet në mënyrë spontane. Në aspektin e shëndetit është e rëndësishme të kujdeseni për sistemin nervor. Ritmi juaj i shpejt do t'ju lodhë më shumë se sa mendoni. Kufizoni përdorimin e telefonit në mbrëmje dhe bëni pushime të shkurtra gjatë ditës. Një këshill praktike për binjakët është të mos e shpërndajnë energjinë në shumë drejtime njëkohësisht, por të përqendrohen në prioritetet më të rëndësishme. Gaforia e ndjen këtë të premte si ditë ku emocionet dhe prakticiteti ecin dorë për dorë. Në mëngjes zgjoheni me mendime që lidhen me familjen ose sigurinë tuaj, dhe kjo do t'ju shtyjë të merrni vendime më të kujdesshme në lidhje me financat. Mund të mendoni për një kursim të ri ose mënyrë më të mirë të organizuarit të shpenzimeve. Në punë dikush kërkon mbështetjen tuaj dhe kjo do t'ju jap mundësinë të tregoni sa të besueshëm jeni, por është e rëndësishme të mos mbani me vete më shumë përgjegjësi se ç'mund të përballoni. Në marrëdhënie, çiftet do të kenë nevojë për më shumë kohë cilësore së bashku, ndoshta një darkë të qetë pa shpërqendrime që bën diferencën. Beqarët mund të tërhiqen nga dikush që i bën të ndihen të mbrojtur dhe të kuptuar. Në aspektin e shëndetit, ndjeshmëria juaj reflektohet në trup, sidomos në stomak, ndaj shmangni ushqimet e rënda dhe stresin e panevojshëm. Një dush i ngrohtë ose pak kohë vetëm me veten do t'ju ndihmojë të rikuperoni energjitë tuaja. Vendosni kufi të qartë dhe mos sakrifikoni qetësinë tuaj për të kënaqur të tjerët. Luani përballet me një ditë ku dëshira për të shkëlqyer do të jetë e fortë, por kërkon një dozë vetkontrolli për të mos u lodhur më shumë se ç'duhet. Në planin profesional shfaqet një mundësi për të marrë drejtimin e një situate ose një projekti, dhe kjo ju vendos ju në qendër të vëmendjes. Financat janë të qëndrueshme, por tundimi për të shpenzuar për gjëra që rrisin imazhin tuaj do të jetë i madh, prandaj duhet të bëni zgjedhje më të mençura. Në marrëdhënie, çiftet përjetojnë momente të bukura, por duhet të kujdesen sot që egoja të mos ndërhyjë në komunikimin mes tyre.
Beqarët tërheqin vëmendje lehtësisht, por duhet të dallojnë mes admirimit të momentit dhe një interesi më të thellë. Sa i përket shëndetit, energjia juaj është e lartë dhe e mirë. Kujdesuni për zemrën dhe tensionin emocional. Shmangni debatet e forta dhe gjeni mënyra për të çliruar stresin përmes aktivitetit fizik. Një këshill praktike për Luanin këtë të premte është të mos kërkoj miratimin e të tjerëve, por të përqendrohet tek ajo që bën. Virgjëresha. Virgjëresha hyn në këtë ditë me një fokus të veçantë tek organizimi dhe përmirësimi i gjërave që nuk funksionojnë siç duhet. Në planin financiar është një moment i mirë të bëni llogari të sakta dhe të vendosni prioritete të reja. Do të zbuloni një mënyrë për të kursyer pa e sakrifikuar cilësinë e jetës suaj. Në punë përpikmëria ju bën të dalloheni, por kujdes të mos bëheni shumë kritik ndaj vetes apo të tjerëve. Një qasje më fleksibël do t'ju ndihmojë të ruani një atmosferë më të qetë. Në marrëdhënie, çiftet kanë nevojë për më shumë mirëkuptim dhe më pak analiza në detajet të çdo gjëje. Beqarët duhet të lënë hapësirë për spontanitet dhe të mos kërkojnë perfeksionin që në fillim. Në aspektin e shëndetit, sistemi i tretës kërkon më shumë vëmendje, kështu që shmangni ushqimet e përpunuara dhe përpiquni të hani në orare të rregullta. Një aktivitet i lehtë fizik apo shëtitje do t'ju ndihmojë të mbani trupin dhe mendjen të balancuar. Duhet të pranoni që jo gjithçka duhet të jetë perfekte për të qenë e vlefshme apo e rëndësishme për ju. Peshorja. Peshorja ndjen këtë të premte si lëvizje të brendshme drejt qartësisë në vendime që prej kohësh kanë mbetur pezull. Në planin financiar, do të përballeni me një zgjedhje që kërkon balancë mes dëshirave tuaja dhe nevojave reale që keni. Është momenti të jeni të sinqertë me veten dhe të mos ndikoheni nga presioni i jashtëm. Në punë, aftësia juaj për të ndërmjetësuar disa situata delikate do t'ju vendos në rol kyç, sidomos nëse ka pasur tensione apo keqkuptime mes kolegëve. Në marrëdhënie, çiftet përfitojnë nga një komunikim më i hapur dhe më i drejtpërdrejtë. Beqarët mund të njohin dikën në një ambient social ku ndihen natyrshëm vetvetja. Në aspektin e shëndetit, është shumë e rëndësishme të kujdeseni për balancën mes aktivitetit dhe pushimit. Mos e mbingarkoni ditën me më shumë angazhime se ç'duhet. Një aktivitet artistik apo diçka që ju relakson mendërisht drejt mbrëmjes do t'ju bëjë shumë mirë. Kujdes me qëndrimin e gjatë para ekranit dhe përpiquni të lëvizni trupin më shpesh. Akrepi. Akrepi hyn këtë të premte me një intensitet të brendshëm që shndërrohet në forcë të madhe dhe përparim personal. Në planin financiar ju lind një ide që kërkon më shumë guxim për ta ndjekur, por gjithashtu kërkon një analizë të thellë që të shmangni rreziqet e panevojshme. Në punë, një situatë sfiduese do t'ju testojë durimin sot, por do t'ju jap edhe mundësinë të tregoni sa të fortë jeni në menaxhimin e presionit. Në marrëdhënie, çiftet duhet të kujdesen që emocionet e forta të tyre të mos kthehen në keqkuptime apo debate. Komunikimi me qetësi do të jetë çelësi për ju. Beqarët përjetojnë një tërheqje të menjëhershme ndaj dikujt, por është mirë të ecin me hapa të matur. Në aspektin e shëndetit është e rëndësishme të çlironi tensionin përmes aktivitetit fizik ose në një rutinë relaksuese. Bëni kujdes me ushqimet e rënda dhe pini më shumë ujë gjatë ditës. Sot do t'ju ndihmoj shumë të mos mbani brenda emocionet e forta, por t'i shprehni ato në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të shëndetshme. Shigjetari. Shigjetari përballet me një ditë që sjell një ndjesi lirie dhe dëshirë për të eksploruar mundësi të reja. Në planin financiar do të mendoni për një ide që lidhet me një projekt tuaj personal ose ndryshim në mënyrën se si fitoni parat, edhe pse nuk është momenti të merrni veprimet e menjëhershme, por është një hap i rëndësishëm drejt diçkaje të re dhe premtuese. Në punë, rutina duket e mërzitshme, por nëse sillni kreativitet në detyrat tuaja, do të gjeni kënaqësi dhe në gjërat më të thjeshta. Në marrëdhënie, për ata që janë në çift, do të ketë nevojë për më shumë aventurë në përditshmërinë tuaj. Beqarët mund të njohin dikë përmes një aktiviteti ose udhëtimi të shkurtër. Sa i përket shëndetit, energjia juaj është e mirë, por kërkon më shumë disiplinë dhe të mos shpërndaheni në shumë drejtime njëkohësisht. Bëni kujdes me oraret e çrregullta të gjumit dhe krijoni një rutinë të qëndrueshme. Sot ju bën mirë të ndiqni dëshirën për liri pa harruar përgjegjësitë që keni. Bricjapi. Bricjapi e përjeton të premten me një fokus të fortë tek qëllimet e veta afatgjata, sikur çdo hap që bëni sot do të ketë peshë për të ardhmen. Në planin financiar ndiheni të shtyrë të merrni një vendim të rëndësishëm që lidhet me kursimet tuaja ose me një investim të vogël. Qasja juaj analitike dhe e matur është gjithmonë një avantazh i madh, por bëni kujdes të mos e vononi tepër marrjen e vendimit nga frika se mos gaboni.
Në punë mund të merrni më shumë përgjegjësi se zakonisht, dhe pse kjo mund të duket e lodhshme në fillim, në fund do t'ju jap një ndjesi arritjeje dhe respekt nga të tjerët, sidomos nga e prorët tuaj. Në marrëdhënie çiftet kanë nevojë të flasin hapur për çështjet praktike, si organizimi i kohës apo i financave të përbashkëta. Beqarët mund të tërhiqen nga një person që shfaq seriozitet. Në aspektin e shëndetit, është shumë e rëndësishme të mos neglizhoni trupin tuaj për shkak të punës. Tensioni në shpatulla dhe në qafë do të jetë sinjal që ju keni nevojë për më shumë pushim. Ujori. Ujori e nis ditën me një mendje plot ide dhe dëshirën për t'i bërë gjërat ndryshe nga zakonisht. Keni një frym inovative që do t'ju shtyjë të mendoni jashtë kornizave, sidomos në planin profesional, ku një ide e papritur tërheq vëmendjen e të tjerëve. Në aspektin financiar, është mirë të mos merrni vendime përparat bazuar vetëm tek entuziazmi i momentit. Analizoni çdo hap dhe mendoni për pasojat afatgjata të shpenzimeve. Në marrëdhënie çiftet ndjejnë nevojën për më shumë hapësirë personale, jo për të distancuar nga partneri apo partnerja, por si një mënyrë për të ruajtur individualitetin. Beqarët mund të krijojnë një lidhje interesante përmes një bisede të thellë, ku mendimet dhe idetë do të jenë pika kryesore që ju tërheq. Në shëndet është e rëndësishme të kujdeseni për gjumin, pasi mendja juaj aktive ju mban zgjuar më gjatë se zakonisht. Kufizoni përdorimin e pajisjeve elektronike në mbrëmje dhe provoni të relaksoheni. Sot ju ndihmon të fokusoheni në një ide kryesore dhe ta zhvilloni atë me durim. Peshqit. Peshqit e ndjejnë të premten si një rrjedhë të butë dhe intuitive. Ndjenjat dhe mendimet do të ndërthuren në mënyrë të veçantë sot. Në planin financiar jeni më të kujdesshëm dhe më të rezervuar dhe do zgjidhni të mos ndërmerrni rreziqe të panevojshme. Kjo është në favorin tuaj. Në punë, aftësia juaj për të kuptuar të tjerët dhe për të ndjerë atmosferën do t'ju ndihmojë të menaxhoni një situatë që kërkon shumë ndjeshmëri dhe diplomaci nga ju. Në marrëdhënie, çiftet përjetojnë një afërsi të thellë emocionale përmes gjesteve të vogla dhe bisedave të sinqerta. Beqarët, nga ana tjetër, tërhiqen nga dikush që ndan të njëjtën ndjeshmëri dhe botë të brendshme me ju. Në aspektin e shëndetit, është shumë e rëndësishme të kujdeseni për balancën emocionale. Meditoni apo bëni një shëtitje pranë natyrës, pasi do të bëjë ndryshim shumë të madh. Kujdes me shpërqendrimet, përpiquni ta mbani fokusin në pak detyra kryesore. Sot ju bën mirë të ndiqni intuitën dhe të ndërmerrni hapa konkret. Të ndjekur horoskopin e ditës së sotme, shikoni video tona të rubrikës Horoskopi Ditor. Faleminderit që na ndiqni. Bëni like, share dhe subscribe.